Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Tema që do të trajtojmë sot ka të bëjmë me një ngjarje të dhimbshme që fatkeqësisht është bërë dhe mediatike. Ju keni dëgjuar se disa vajza kanë dhunuar një shoqen e saj, madje jo vetëm me kanë dhunuar, flasim për vajza adoleshente, deri në moshën 19 vjeç më e madhja, në thuhet, 3 prej këtyre kanë dhunuar një të katërt bashkëmoshataren e tyre, dhe jo vetëm e kanë dhunuar, por e kanë incizuar dhe e kanë nxjerrë në rrjetet sociale dhe është bërë shumë virale. Është denoncuar si rast. Autoritetet, policia ka marrë masat e saj dhe ato vajza janë arrestuar, por nuk do flasim për ngjarjen si ngjarje, por do flasim për fenomenin. Fenomeni i dhunës, sidomos dhuna tek adoleshentët. Kisha nuk mund të jetë indiferente, këto janë probleme sociale që kisha ka përgjigjen e saj. E para, le të themi çfarë është dhuna dhe si konceptohet ajo. Organizata botërore e shëndetësisë e përkufizon dhunën si përdorimin e forcës ose pushtetit kundër vetes ose të tjerëve që shkakton ose mund të shkaktojë dëmtim fizik, psikologjik apo moral. Tek të rinjt ajo shfaq në forma të ndryshme. Ajo mund të jetë një dhunë fizike, dhunë verbale, bullizim, ngacmim seksual, dhunë në marrëdhënie sentimentale, vetë dëmtim, ekstremizëm dhe deri në kriminalitet. Në shumë vende të botës, fatkeqësisht është ulur mosha e autorëve të krimeve të rënda dhe shumë prej tyre janë adoleshentë. Por kush janë shkaqet shoqërore të dhunës, që fatkeqësisht amplituda e saj, siç tham, është e rritur, nuk është një problem lokal, vetëm kjo ngjarje që ne përsëritem, por është një ngjarje e përsëritur në vendin tonë dhe sidomos në botë. Dhe fatkeqësisht këto ngjarje nuk kanë përfunduar gjithmonë thjesht me një të rrahur, por kanë përfunduar, siç e dim, edhe me vrasje, me viktima. Por le të fillojmë të shikojmë shkaqet. Shkaku i parë është kriza e familjes. Do të dim se familja fatkeqësisht është në një lloj krize, që do thotë mungon në familje komunikimi prindër-fëmijë, nuk është në nivelin e duhur. Mungon për kujdesja prindërore për fëmijët, për arsye të ndryshme, dhe fëmijët nuk kanë dashuri nga prindërit e tyre, dhe kjo patjetër ata i mbush me një lloj dhune të brendshme, të pashprehur në ambientin familjar, por që mbushen pastaj nga gjithë këto keq trajtime ose keq kuptime dhe brenda familjes dhe të ushtrimit të dhunës së prindërve ndaj fëmijëve, kur ajo është sistematike dhe pa logjikshme dhe pasionante, patjetër që një fëmijë i tillë, kur mbushet me këtë energji negative, do të gjej pra mundësi që të nxjerrë këtë energji negative duke përfituar tek të tjerët, duke dhunuar të tjerët. Shpesh një adoleshent bëhet agresiv sepse është një fëmijë i plagosur dhe i plagosur nga keqëritja në shtëpi. Të jesh prind është një dhuratë e Zotit dhe natyrës, por është një përgjegjësi e madhe. Nuk është prindi vetëm ai që thjesht lind fëmijë, sjell fëmijën në këtë jetë, sepse këtë e bën çdo gjallës në procesin biologjik, por prindi njerëzor është ai që e lind dhe edukon fëmijën e vet. Dhe kur ai ka dështuar në edukimin e fëmijës së vet, ai nuk quhet më prind, pavarësisht se mund ta ketë emrin e tillë. Shënjo Gojardi thotë që familja, ai e shikon në një këndvështrim shumë më të thellë, është një kishë e vogël. Pra, familja nuk është thjesht vetëm një marrëdhënie shoqërore, për ne të krishterët është një marrëdhënie shumë e lartë, ku në familje ne mësojmë dashurinë,
dashurinë për Zotin, dashurinë prindit të fëmijës, fëmijët për prindët, fëmijët për njëri tjetrin. Pra, është një kishë e vogël që punon për të kultivuar dashurinë. Në qoftë se shtëpitë tona, familjet tona nuk janë kisha, patjetër që atje do të vinë frymra kundërshtare të padukshme që do të keq orientojnë prindrit për edukimin e fëmijëve dhe fëmijët do t'i keq drejtojnë ndaj prindërve, ndaj njëri tjetrit dhe kështu do fillojë ai procesi regresiv derisa fëmijë do bëhet të dhunshëm dhe do shprehin atë edhe brenda familjes, sepse në këtë rast konkret shikojmë që një këto vajza që ishte e dhunshme kishte dhunuar edhe nënën e vet, pastaj do kemi dhe viktima jashtë familjes. Pra, e para që duhet ta mbajmë mend mirë është familja. Fëmijë nuk do edukoj as çerdhja, as kopshi, as shkolla, as shoqëria. Në fillim do ta edukoj familja, prindi. E dyta është mungesa e figurave pozitive. Shumë të rinj sot, adoleshentë dhe të rinj rriten pa modele, pa shembuj. Dhe duke mos pasur shembull as te familja për prindërit e tyre, por as në shoqëri tek mësuesit e tyre, atëherë ata ndikohen shumë nga influencer dhe personazhe të cilët bëhen sot viral. Por këta personazhe që bëhen viral nuk bëhen në virtute. Në shumicën e rasteve ta bëhen personazhe viral në mëkate, në krime, në jetë si them pa moral. Kështu që këto lloj personazhe që bëhen viral dhe rrjetet sociale bëjnë punën e tyre, ndikojnë tek modelimi i këtyre fëmijëve dhe adoleshentëve. Heroi sot nuk është njeriu i urtë, por ai që është i dhunshëm, ai që frikson të tjerët, ose ai që abuzon me të tjerët me një fitim të shpejtë ose me kënaqësi të çastit. Një tjetër shkak është rrjetet sociale, që si tham, por dhe e përsërisim, rrjetet sociale sot që në vetvetes janë as të mira as që varet se si i përdorim, pavarësisht se mund na sjellin shumë informacion dhe shumë mira, por ato kanë dhe shumë rreziqe. Sepse në qoftë se neve shikojmë rrjetet sociale, sidomos fëmijët që akoma nuk kanë stabilitet moral dhe aftësinë për dalluar të mirën nga e keqja, sepse janë në procesin e rritjes, sidomos adoleshentët, atëherë kur ata shikojnë në këto rrjete sociale informacion që është i dhunshëm, patjetër orientimi i tyre do jetë drejt dhunës. Dhe kjo do krijojë një varësi. Prandaj sot për shembull njerëzit janë shumë të dhënë mbas filmave aksion, mbas filmave të dhunshëm. Duket sikur janë pa rëndësi, pra mund t'i shikojmë si argëtim, krijojnë adrenalin, por këto kanë ndikim në psikologjinë e fëmijës adoleshentit. Si çdo tjetër dhe fëmijëva dhe filmat ose programet pa moral, pornografia, diçka tjetër, të gjitha këto ndikojnë tek psiqika dhe ato që shikon syri i dëshiron zemra dhe i bën pastaj trupi dhe ç'a ndodh nëse ai do bombardohet me informacion të dhunshëm, patjetër që do ushtrojë edhe dhunën. Mbajmë mend për shembull kur ne ishim të vegjël, shikonim filma me shpatar ose filma të cilët tregonin ngjarje luftrash me shpatash dhe çfarë bënim dhe neve, imitonin ata, bënim dhe ne shpata dhe loznim me shpata, ose filma që ishin me luftë dhe ne bënim sa pusht, imitonim. Pra, e them këtë nga përvoja e adoleshencës time, që dhe ne imitonim ato që shikonim. Por sot, informacioni i dhunshëm është shumë konsistent dhe ka një dozë shumë të lartë që ndikon jashtëzakonisht te ky brez adoleshent. Një tjetër shkak është kultura e relativizimit. Pra, shoqëria moderne nuk ka standarde morale absolute, por relative. Pra, një gjë mund të quhet e mirë, por mund të quhet edhe e keqe, varet se si ti e shikon, si ti e përjeton, si ti e ndjen. Pra, nuk ka standarde morale siç kemi pasur më përpara. Nuk ka të vërtetë absolute, nuk ka të mirë dhe të keqe siç tham. Ndiq ndjenjat është kultura e sotme. Por kur u mbet e vërteta, u mbet dhe kufiri i moralit. Prandaj dhe sot të rinjt, ose më mirë themi adoleshenca, janë në një gjendje kaotike, nuk din nga të shkojnë.
sepse ndjekin emocionet e tyre. Por emocionet janë si puna e motit. Këtu është një mot i mirë, pastaj del një mot i keq. Por çështja është se njeriu nuk është si moti. Njeriu nuk ulliqet nga ndjenja, njeriu ulliqet nga logjika dhe logjika duhet i nështrohet moralit dhe ligjit. Kemi një krizë identiteti sot. Shumë moshatar të kësaj moshe nuk din kush janë në vetvete. Thjesht jetojnë biologjikisht, instinktivisht, po nuk mendojnë se kush janë, që janë qenie njerëzore, jo thjesht shtazore. Këtu ka të bëjë dhe informacioni që marrin edhe në përshkolla, me teorinë e evolucionit që ne vim nga majmuni, dhe teoria e evolucionit mëson dhunën. Pra, sipas teorisë së evolucionit, gjithë progresi nga një qelizor te shumë qelizor dhe te njeriu ka ardhur nëpërmjet dhunës. Ata që ishin më të fortë sunduan më të dobtit, dhe jeta vjen nga hiri. Por nuk është kështu. Dhe duke pranuar këtë teori, prandaj edhe këta adoleshentë e justifikojnë dhe dhunën. Pra ne jemi të fortë, ne sundojmë më të dobtit. Pra nuk e kuptojnë se janë qenie njerëzore të krijuar sipas ikonës Perëndis, nuk janë kafshë instinktive. Nuk dim pse jetojnë. Pse jetojnë? Të jetojnë biologjikisht, të hajmë, të pimë dhe të kënaqemi instikten? Jo, nuk është kjo të qenit njeri. Thjesht biologjikisht. Ose dhe ku po shkojnë? Ku është destinacioni i kësaj jete? Qofse destinacioni i kësaj jete është vetëm kjo jetë, atëre le të jetojmë si në xhungël, por nuk është kështu. Pra, njeriu pa identitet bëhet lehtësisht viktim e manipulimit edhe të asaj atij informacioni që ai merr mediatikisht, sidomos i dhunshëm. Por kisha, dhe këtu ne prandaj po flasim dhe i drejtohemi në radhë parë të krishterëve, por dhe kush ka vesh dhe për dëgjuar dhe sy për të parë, kisha nuk e shikon problemin e dhunës, sidomos të shtuar te kjo moshë, si problem thjesht social, shoqëror, që duhet bëjmë disa rregulla, disa ligje, disa garde, disa edukate morale e tjera për ta zgjidhur. Nuk është kjo. Për kishën ky është një problem shumë më i madh. Kisha e shikon këtë problem të dhunës të shtuar si një problem të zemrës. Dhe kur flasim të zemrës, e kemi thënë dhe herë tjera, flasim të shpirtit. Do me thënë, shpirti është bota jonë mendore. Dhe këtu fillojnë gjithë problemet, në shpirtin tonë. Ja çfarë thot Zoti Jezu Krisht, sepse nga zemra, pra nga shpirti, dalin mendimet e këqija, vrasjet, edhe të tjera mëkate, kurvërit, e tjera që thot Krishti. Pra, aty pra nga bota shpirtërore, jo nga truri, por nga bota mendore e shpirtit. Këtu fillon edhe dhuna. Dhe këtë shikojmë që në zanafillën e njeriut. Pra, kur çifti i parë, Adami dhe Eva, u bashkuan dhe ata lindën fëmijët e parë, lindën dy ndjem, Kainin, pastaj Abelin, ne aty shikojmë edhe shfaqjen e dhunës për herë të parë. Ku kjo dhunë nuk erdhi as për para, siç mund vi sot, as për pushtet, por ishte dhunë për zili. Kaini ishte ziliqar për Abelin, për të mirat e Abelit, për bekimet që kishte Abeli. Dhe brenda ati filloi një zili, një çmir, një urrëtie. Dhe atëre te Kaini filloi problemi për të menduar se si ta eliminoi Kainin. Por Perëndia, duke parë çfarë performoi në zemrën e Kainit, pra që djalli po e hyshte atë në krim, i thot dhe paralajmëron Kainin. Kain, mëkati i ri tek dera, ai të dëshiron, pra të sundoj, por ti duhet ta sundosh. Që do thot, njeriu nuk duhet i nështrohet instiktit, asnjë pasioni, po njeriu duhet ta kontrollojë logjika. Prandaj dhe Zoti do na kërkojë gjyq, se nëse ne do ishim qenie instinktive si kafshët, ne nuk do gjykoheshim nga Zoti. Por ne nuk jemi qenie instinktive, ne jemi qenie logjike, dhe logjika sundon mbi ndjenjat. Pra, edhe Zoti për ta parandaluar dhunën dha dhe ligjin, mos vrit. Dhe ky ligj mos vrit do të thotë jo mos mbrosh veten fizikisht kur të sulmojnë, por mos vrit për t'i marrë jetën dikujt tjetër nga hakmarrja ose për përfitime. Dhe vetë Krishti e përsosi këtë ligj duke thënë: kush zemërohet pa shkak me vllain e vet ose me motrën e vet, kuptohet, është fajtor. Dhe nuk e ka fjalën këtu vetëm për marrëdhënie familjare, motër vlla, e ka këtu marrëdhënie njerëzore, sepse të gjithë ne njerëzit
Edhe pse vim nga degëzime të ndryshme, ne kemi një burim. Të gjithë jemi motër dhe vëlla me njëri tjetrin. Pra, sepse të gjithë kemi ardhur nga një origjinë, jemi fare Adamit, të gjithë kemi lindur nga Eva dhe kështu pra ne jemi njëjta gjë. Kjo lloj urrëtie për të likuiduar tjetrin, për ta përshkmuar tjetrin, është djallëzore, jo njerëzore, sepse njerëzore ne duhet të ndihmojmë tjetrin sepse tjetri është si vetja jonë. Prandaj dhe Krishti tha, çfarë do që ja bëni këtyre më të vegjëve, ma keni bërë mua. Çdo njeri sipas Zotit ka një dinjitet shumë të lartë, sepse njeriu nuk është një proces i evolucionit, si tham, por është një krijesë e drejtë për drejtë e Zotit dhe e krijuar sipas ikonës Perëndis me potencialin për të bërë ngjashëm. Kështu që vlera e njeriu është e jashtëzakonshme. Prandaj thuhet në ligj, kush merr jetën e njeriu, do t'i merret jeta. Njeri apo kafshë qoftë, sepse njeriu nuk është një gjallësë e zakonshme. Prandaj dhuna është problem shpirtëror, është mëkat që mbillet që në embrion dhe pastaj kultivohet, siç edhe i tham dhe ato shkaqet më përpara, që neve duhet ta shikojmë jo si një problem social, por si një problem shpirtëror dhe duhet hym në zemër të këtij problemi. Duhet të kurojmë shpirtin. Po nuk kuruam shpirtin, botën tonë shpirtërore, sa do edukat morale të bëjmë, sa do ligji që të kemi, sa do pengesa që të kemi, ose dhe penalizime, prap dhuna do shpërthejë, siç ka edhe shpërthyer. Por le të flasim dhe çfarë thon etrit e kishës në lidhje me dhunën. Shën Joan Gojarti shkruan, asgjë nuk e bën njeriu më të shëmtuar se sa zemërimi. Madje në një vend tjetër thotë zemërimi është një lloj demonizimi ose një lloj çmendurie e çastit. Ku një njeri zemërohet. Sipas tij zemërimi është një çmenduri tham e përkohshme, ai shkatron arsyen, gjykimin, dashurinë. Shën Vasili i Madh thotë, fitore nuk është të mundësh armikun, por është të mundësh zemërimin. Kjo është heroizëm i krishterë. Kurse Shën Maksim Rëfysi e lidh dhunën me pasionin e egoizmit. Kur egoizmi bëhet zot, tjetri shndrohet në objekt. Pra, nga kjo lind urrëtia, hakmarrja, dhuna dhe pse është rritur prap dhuna? Se ky brez është bërë një brez tepër egoist. Kjo është një problem që e shikojmë te prindrit egoist dhe e trashëgojnë dhe fëmijët që bëhen egoist. Secili sot jeton për veten e vet. Është një ishull dhe brenda familjes. Fatkeqësisht pak familje janë që kanë komunikim me njëri tjetrin. Shumica e familjeve sot janë të veçuar. Ka një lidhje biologjike, han, pin bashk, rrin bashk, por prap janë të veçuar, nuk mendojnë për tjetrin. Ka prindër indiferent për fëmijët e tyre, thjesht i kanë lindur ata, thjesht bëjnë disa detyrime biologjike, pastaj i çojnë në çerdhe, i çojnë në kopësh dhe i thonë dhe edukatorës, unë ta kam sjellë tu, ti edukoje, ku nuk bën asnjë punë edukative me fëmijën e vet, dhe aq më tepër dhe fëmijët imitojnë prindin duke qenë brez egoist, që do të thotë ata mendojnë për vete. Duke menduar vetëm për vete, e shikon tjetrin si objekt dhe duke parë si objekt nuk të dhimbet tjetri. Dhe kështu bëhet një brez i dhunshëm. Prandaj duhet shikojmë se adoleshenca është një nga periudhat më të vështira, sepse është një periudhë ku po ndërtohet edhe një herë truri, pra zgjerohet truri dhe kemi një rritje të trupit, riformohet edhe një herë njeriu për ty në një dimension të jetës, pra nga gjendja fëminore është adoleshenca për ty në rini, kështu që është një periudhë që ai formon identitetin, ka emocione të forta, është impuls, ka impulsivitet shumë të theksuar, ka nevojë për pranim, pra krijon personalitet dhe do ta pranojnë, por kur mungon dashuria në familje ose edhe në ambientin shoqëror, dhe këtu flasim edhe në komunitet, zemërimi bëhet gjuha e komunikimit. Ky person adoleshent ku nuk gjen shoqëri dhe pranim në prindit, në familje, në shoqëri, atëherë do të mbijetoj dhe do filloj ligji i xhunglës, që do thotë unë do mbijetoj duke bërë forcë, duke përdorur fuqitë e mia si mendore, si fizike,
për të bullizuar të tjerët, për të sunduar të tjerët. Dhe në qoftë se nuk e bën vetë, bashkohet me të tjerë dhe kështu krijojnë ato grupe vandalësh, grupe gangsterësh, grupe të dhunshme. Kështu ka nisur dhe kështu nisin. Por si shërohet dhuna? E para, gjërat shërohen për moshën e tillë adoleshente duhet në familje. Aty pra dështojmë, aty dhe duhet të ringrihemi. Prindrit duhet të dëgjojnë fëmijët, sidomos në moshën e adoleshencës, të kalojnë kohë me ata, të vendosin kufi, t'i mësojnë. Liria jote mbaron kur fillon liria e tjetrit. Jo t'i mësojnë fëmijët fatkeqësisht që i kontrollojnë të tjerët, t'i sundojnë të tjerët, t'i shfrytëzojnë të tjerët. Madje ka prindër që i përgëzojnë fëmijët kur e rreth. Fëmia, për shembull, që kur është fëmijë rrezihet me tjetër dhe e përgëzon babai dhe thotë bravo, u tregove burr, e rrafe atë. Po çfarë ke bërë mor prind? Po nëse do të rrafi ty ai fëmijë. Ose kur e shikon që vjen fëmia dhe thotë e mashtrova atë shokun e klasës ose shoqën e klasës. Bravo, tregove zgjuar. Ose diçka tjetër, ose e kundërshtova mësuesen. Bravo, ti je me dinjitet, mos e dëgjoj. Dhe kështu ky prind që është i padënë që quhet prind, me që logjikon në këtë mënyrë se në këtë mënyrë, ky nuk po edukon një fëmijë. Ky fatkeqësi po edukon një shtaz. Një njeri i kafsh që do sundoj ose do mbisundoj me ligjin e xhunglës. Prandaj duhet pasur shumë kujdes. Çfarë mbjellim do të korrim? Në qoftë se ne do mbjellim grur do korrim. Mund dali që grur i egër, po grur do dali. Po në qoftë se do mbjellim egër, ferra do të korrim. Prandaj, gjithë ky brez sot është për shkak të dështimit prindëror. Dhe mos themi si na erdhi kjo, si na u bën fëmijët kështu. Po u bën sepse nuk kemi bërë detyrat prindërore. Pra, duhet edukim të fëmijët dhe duhet edukimi të prindrit. Jo thjesht t'ja lësh komunitetit qerdhës, kopshtit, shkollës që kanë dhe ato detyrat e veta. Duhet edukim emocional, duhet edukim etik, duhet ndërhyrje të qortosh fëmijën kur ai bullizon dikë, kur ai ngacmon dikë, kur ai dëmton dikë. Duhet ta marrësh fëmin ta qortosh që të kuptoj se kjo është gabim. Jo të jesh indiferent. Dhe ajo që është më kryesorja është që fëmijët neve duhet i mësojmë me frikën e Perëndis. Në qoftë se një prind nuk beson Zotin, kjo është një keqje shumë e madhe për prindin. Sepse e para njëherë ky prind nuk funksionon si qenie normale. Çfarë thot Shkrimi i Shenjtë? Tha i çmenduri në vet nuk ka Perëndi. Një prind që thot nuk ka Zot, dhe këtë e thotë në syt fëmijëve, çfarë po bën ai prind? Ai prind po mëson fëmijën që mos ketë frikë Perëndin. Por një njeri që nuk ka frikë Perëndin, ai nuk ka dije. Fillimi i diturisë është frika e Zotit. Çdo thot kesh frikë Zotin. Të kesh frikë Zotin nuk thot kesh frikë se është një Zot atje që ka një shkop të madh edhe të godet në kokë sa që ti gabon. Nuk është ky Zoti. Nuk është kjo frika e Zotit. Frika e Zotit thotë që Zoti është një Zot i dashurisë, por dhe i drejtësisë. Një Zot që shikon, një Zot që dëgjon, një Zot që gjykon, një Zot që shpërblen të mirë dhe të keqen. Pra njeriu do marrë një jetë atë çfarë bën. Bëre të mirë, do marrësh të mirën. Nuk ta jep familja, nuk ta jep shoqëria, do të japi Perëndia. Si është shpreha popullore, bëre të mirë, hidhen det do vi tek ty. Ama bëre dhe të keqen, e keqja do të gjej. Prandaj duhet mësuar e para prindi që ka një Zot i sepse të beso se ka një Zot funksionon si një qenie normale, intelektuale, dhe thush që jam i pabes, jam ateist, je anormal, ti vi keq kujt të doj, e ka thënë Bibla, dhe ati që ka thënë Bibla është e vërtet absolute se ka thënë Zoti. Tha i çmenduri në veten e vet, po e përsëris, nuk ka Perëndi. Por duhet mësosh dhe fëmijën. Fëmijën me frikën e Perëndis. Mësoje fëmijën me frikën e Perëndis dhe fëmia do të jetë i joti. Sepse frika e Perëndis mëson që fëmia të doj Zotin, të ketë frikë Zotin, po të nderoj prindin se mbas Zotit vjen prindi. Në ligj kështu është, dero nën e bab që të kesh jetë gjatë mbi dhe. Por kur një fëmijë nuk ka frikë Zotin, nuk adhuron krijuesin që e ka krijuar, atë që është dashuria absolute, atë që është drejtësia absolute, si do nderojë do doj prindin? Do t'i doj biologjikisht. Sa ka nevojë, pastaj do t'i hedhë. Siç po shikojmë fatkeqësisht edhe në kohrat e sotme.
Pra, duhet të injektojmë frikën e Perëndis. Kjo bëhet që në barkë të nënës, që kur është i vogël fëmia, duhet ta pagëzojmë fëmijën, ta arrisim me hirin e Perëndis, si thot dhe Shën Paisi, ashtu si ato bimët e vogla, ato domanet që janë një mishtë të vogla, ne i bëm edhe një shkop të i lidhin, thot, jo t'i kpusim, po që të rinë drejt. Kështu është dhe hiri i Perëndis, thot, e fëmia. E ndihmon fëmijën dhe ai ku nuk e kupton, që të rritet me moral, që mos devijoj shumë larg nga e keqja. Por fatkeqësisht prindë flasin për prindët krishterë, nuk po flasin për prindit që janë krishterë, po flasin për ata që janë krishterë, nuk i pagëzojnë fëmijët. Dhe i lën fëmijët të rriten si pemë të pyllit, si njerëz të egër. Dhe pastaj thonë, na iku fëmia, na dështoi fëmia. Por prindërimi nuk mund bëhet pa Zotin. Ne i themi Zotit aty ynë. Pra ai është prindi i parë dhe ne jemi menaxher të fëmijëve tanë, nuk jemi ne zotëruesit e fëmijëve tanë. Kështu që duhet të mësojmë fëmijë me frikë Perëndie, ti pagëzojmë, ti kishërojmë dhe ti mësojmë të kërkojnë falje kur gabojnë, të pendohen, të rrëfehen, që kur janë të vegjël, që kur kanë një mendim armiqësor ose një fjalë të pisët, ose një gabim, ti themi, ta marrim, duhet ta rrëfesh të mëkat, që mësohet që fëmijë që mëkati është i keq, por mëkati falet, por kur falet, kur rrëfehet, dhe atje kur rrëfehet merr dhe këshillën, dhe ta mësojmë fëmijën të kishërohet dhe të kungohet. Duke u kunguar fëmia merr trupin dhe gjakun e Krishtit, mësohet nga Krishti në mënyrë të pakuptueshme. Çfarë thuhet në Shkrimin e Shenjtë? Zoti urtëson edhe foshnjat. Dhe Zoti pret lavditje nga foshnjat. Zoti flet dhe me foshnjën. Prindi ndoshta nuk e ka ose i rritur nuk flet dot me një fëmijë. Zoti flet me një fëmijë. Prandaj dhe fëmia reagon, edhe kur është foshnjë fare. Prandaj duhet ta sillim fëmijën në kish, ta kishërojmë, ta kungojmë dhe t'i lexojmë Shkrimin e Shenjtë, t'i lexojmë jetë shenjtorësh, t'i japim shembuj, jo këta shembuj e vandalëve, kriminalëve, perversëve, imoralëve, të dhunshme, që janë sot me shumicë, por shembujt e njerëzve të shenjtë që kanë qenë edhe fëmijë, kanë qenë edhe adoleshentë, kanë qenë edhe të rinj. Prandaj kështu pra duhet ta mundim të keqen. Çfarë thotë Shën Porfiri? Mos e luftoj errësirën, thotë, ndis dritën. Dhe errësira mundet. Pra, kështu neve duhet t'i edukojmë fëmijët me të mirën. Dhe jo pastaj t'i lënë fëmijët të bombardohen nga e keqja dhe pastaj themi pse u bë i keq. Por po nuk ka dhe sytë të fëmia jot, çfarë shikon, çfarë dëgjon, me kë shoqërohet, patjetër që fëmia jot do të degenerojë. Duhet të mësojmë fëmijët, sidomos dhe adoleshentët, të kontrollojnë zemërimin, të kërkojnë ndihmë kur ata kanë probleme, të hapen, mos t'i mbajnë gjërat për brenda. Të kontrollojmë shoqërinë e tyre, me kë shoqërohen ata. Të kufizojmë për mbajtjen që mban që murrëtie. Ti nxisin të merren me aktivitete, me sport, me art, me punë dhe jo të rrinë kot. Asnjëri nuk mbetet pa një punë. Edhe ai që duket pa punë, ai po punon. Po o do punosh të sillesh një produkt të mirë, o do punosh në punishten e djallit, me mendime të këqija, me veprime të këqija, me veprime të dhunshme, dhe kjo punësh, po është punë të keqes. Të ushqejmë jetën shpirtërore dhe të lutemi për fëmijët tanë. Pak lutem prindit për fëmijët e tyre. Lutem vetëm kur shikojnë që fëmia ka një problem, një smundje, ose një vështirësi në shkollë, ose një aksident, ose nuk e di. Atëherë kujtohen, shkojnë te Zoti, shkojnë te kisha. Jo. Zoti nuk është ambulancë që kur bie ti në grop ose ndodh një aksident, merr ambulancën, vjen ambulanca ose të vi dikush të ngrej. Jo. Kujtom në të ditë të mirë që të kujtojë në ditë të keqe. Prindi i mirë dhe i përgjegjshëm duhet lutet çdo ditë për fëmijën e vet. Si mos lutesh për fëmijën tënde? Nga mëngjesi deri në darkë duhet kesh në mendjen tënde fëmijët e tu, sepse kjo është detyra e një prindi. Por si do t'i kontrollosh ti fëmijët? Mirë i kontrollove kur i ke në shtëpi, kur i ke në sy. Po kur ikin nga sytë e tu, kush do i kontrollojë ata? Pra e kontrollon Zoti. Po si kontrollon Zoti? Kontrollon fëmijët që luten prindrit. Nëse ti u lutet Zotit, atëherë Zoti ka angazhim për fëmijët e tu. Dërgon ëngjëll, i ruan fëmijët e tu. Edhe kur gabojnë, i tërheq, nuk i le të gabojnë, të bien në rrugë pa krye dhe pa kthim. Prandaj duhet një lutje e vazhdueshme. Shkoi një
zonjë, një grua, dhe kishte problem me djalin e saj adoleshent. Edhe shkoi tek Shën Porfiri, edhe u ankua me dhimbje. Urati tha, po mikën djalit tha, ka marrë shoqëri të keqe, shoqëri të dhunshme. Unë edukoj tha, unë i flas e qortoj, por sa del nga shtëpia ai vikët tha. I thot Shën Porfiri, po mirë thot, Perëndi si lutesh për fëmin tënd? Por edhe i lutem ndonjëherë. Jo. Nuk do t'i flasësh më fëmin, bolli ke folur. Ti tani do lutesh për fëmin tënd. Pra, duhet kemi këtë parasysh. Atë që ne nuk e bëjmë ne si prindër dot, por dhe shoqëria ndoshta nuk e bën dot sepse njeriu është i kufizuar dhe si individ dhe si familje, si shoqëri për të parandaluar të keqen, e bën Perëndia. Perëndia është i ku do ndodhur. Ëngjëjt shenjtorë të Zotit ja ku do ndodhur dhe ndihmojnë fëmijët që luten prindrit tham. Prandaj lutja është e domosdoshme. Me lutje do t'i shpëtojmë fëmijët tanë. Dhe kur nuk humbet fëmia e një prindi që lutet, që loton përpara Zotit, që kërkon ndihmë Zotit. Edhe sikur fëmia mund të shkojë në një rrugë gabuar, do kthehet, sepse Zoti do gjej shkak që ta kthejë atë fëmin. Edhe nëse ai për shkaqe ndryshme ka marrë një rrugë të gabuar. Kështu që këto gjëra që ndodhin nuk janë të rastishme, janë produkt i ateizmit, fatkeqësisht, janë produkt i indiferencës, fatkeqësisht, janë produkt i egoizmit, fatkeqësisht, dhe është shkak pasojë çdo gjë. Prandaj duhet si shoqëri të reflektojmë, edhe prindërit e atyre fëmijëve që dhunuan atë vajzën, duhet të reflektojnë, jo thjesht të justifikohen, por të reflektojnë sepse në mos do kalojnë këtë rast, po do ndodhi diçka tjetër më vonë, po jo vetëm ata, ka shumë raste të tjera që nuk janë mediatike, nuk janë publike, nuk janë virale. Çështja është që duhet të kujdes si prindër. Prindërimi është diçka shumë e vështirë, por jo e pamundur. Vetëm jo, me Zotin po. Në fund do ta mbyll me këto fjalë që Krishti do t'i thotë prindërve, sidomos nënave, pastaj dhe baballarëve. Po nënave në fillim, sepse nënat kanë rolin parësor në edukimin e fëmijëve. Pse? Jo se baballarët nuk duhet të edukojnë, por deri në moshën e adoleshencës, fëmia është më i dhënë mbas nënës, sepse ka qenë në barkun e nënës, është rritur nga nëna, ndihet më përkrahas me nënën, sepse kurse babai duket pak i ashpër, duket pak indiferent. Kur fëmia kalon adoleshencë, bëhet i ri dhe fillon pasaj merr atë rolin e një të rritur, atëre kupton babain, atëre vlerëson babain. Po janë me shkallë këto punë. Por flasim për adoleshentët. Nënat kanë përgjegjësi të jashtëzakonshme. Do të dilni në gjyq përpara Zotit. Dhe atje përpara Zotit, Zoti do t'ju kërkojë llogari. Çfarë bët me fëmijët që ju dhash? Çdo fëmijë është dhuratë e Zotit. Asgjë nuk është rastësi. Se po të ishte rastësi, ka sot çifte që duan fëmijë dhe s'bëjnë dot fëmijë. Që do të thotë që dhuratë është fëmia nga Perëndia. Por fëmia është dhuratë me përgjegjësi. Dhe Zoti do thotë, ai edukuat fëmijët tuaj? Ai shenjtëruat fëmijët tuaj? Nëse po, hajde gëzoni bashkë me fëmijët tuaj në mbretërinë time, siç janë edhe nënat e shenjtorëve. Nëse keni dështuar thot me fëmijët tuaj, i lat pa edukim, i lat pa qortim, me indiferencë, pa besim, atëre i humbët fëmijët tuaj, por bashkë me fëmijët tuaj do humbni edhe juve. E do shkoni në ferr. Pra, nuk do ketë dhimbje më të madhe për një nën, kur të vuaj bashkë me fëmijën e vet në ferr. Sepse do ndihet veten shkaktare që e çojë fëmijën në ferr, për mos edukim, për mos qortim, për mos besim, për mos çuarjen e fëmijës tek Zoti. Dhe nuk do ketë gëzim më të madh për një nën, kur të shkojë fëmijën e vet në mbretërinë e Zotit, të lavdëruar, të shenjtëruar, ashtu siç kemi dhe nderojmë nënat e shenjtorëve. Kështu që çdo kush është i lirë dhe e mbyll me fjalën çdo të mbjellim atë dhe do të korrim. Amin. Lavdëro